Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim për shëndetin ton, për trupin ton, për ato gjëra që shpesh nuk na thuhen, ndoshta me qëllim, ndoshta neve nuk e kemi dëgjuar, sepse edhe nuk kemi ndeshur shpesh me to. Po ka disa persona, siç është Altin Joka që ne kemi ftuar ditën e sotme, që na japin përgjigje për shumë çka që njeriu ka nevojë. Shumë faleminderit zoti Joka që jeni me ne. Përshëndetje, ju falenderoj juve, përshëndes dhe të gjithë ata që po na ndjekin dhe të kemi dhënë një informacion sa më të vlefshëm për ata. Ashtu siç edhe e nisa, shpesh ju thoni dhe flisni për një mënyrë tjetër të menduarit për shëndetin. Çfarë nuk po na tregon mjekësia konvencionale dhe pse? Është e qëllimt? Të kalim pjesën e konspiracionizmit, unë mund të them që arti i lartë i mjekimit nuk është krijuar që të gjymtoj trupin, as të heqi pjesë ti, por të trajtoj njeriun jo si një makinë mekanike. Arti vërtet i mjekimit për mendimin tim është ta ruaj integritetin e trupit, ta riparoj, ta rikthej trupin në funksionin e tij drejt natyrales dhe ta balancoj atë. Nëse ky nuk është një koncept i mjekësisë, atëherë ne duhet të ndryshojmë përkufizimin e fjalës mjekësi, që vjen nga fjala mjekim. Mjekësia moderne faktikisht ka bërë përparime shumë të mëdha në trajtim të urgjencave, ku na ndodhet, kirurgjive, infeksioneve, traumave të rënda. Po problemi është tek sëmundjet kronike. Pra kemi dy fytyra. Dhe sëmundjet kronike zën pjesën më të madhe të mjekësisë, pjesën më të madhe të shëmbullshmërisë, pjesën më të madhe dhe dërmuese të vdekjeve. Kjo mjekësi, mjekësia konvencionale, përdor një qasje mekanike, trajton pasojën, kontrollon simptomën dhe nuk fokusohet asnjëherë tek shkaku që ka krijuar sëmundjen. Është sikur një depozit uji, e cila ka krijuar një çarje dhe ne e mbushim me një ujë nga lart. Për sa kohë ne shtojmë ujin dhe mbajmë të rubinetin, pra ky është ilaçi në këtë rast, kjo depozit është e mbushur. Në momentin që ne heqim të ilaçin, pra ujin, depozita zbrazet përsëri. Pra, rrjedhja nuk është mbyllur kurrë. Mos duhet të merremi me rrjedhjen dhe s'kemi nevojë që ta rimbushim gjithmonë të depozit, shtrohet pyetja e parë. Unë duhet ta them pa e zbutur dhe ashtu siç e mendoj. Mjekësia moderne nuk na tregon të vërtetën që na fshes sistemi. E para ka fragmentarizuar trupin ton, ku për një organ kemi disa specialitete, dhe sot pacienti shikohet si stomak, tiroide, zemër, veshka, si analizë, si një statistik. Dhe shpesh nuk na tregon se diagnoza nuk është e njëjta me shkaku. Nëse një person ka sheqer të lartë, jepet një ilaç për të ulur sheqerin. Nëse ka tension të lartë, jepet një ilaç për tensionin. Nëse ka dhimbje, jepet një qetësues për dhimbjen. Pra, ky person merr këto ilaçe, por kur nuk thuhet si ka kaluar nga sëmundje parë te sëmundje dytë te sëmundje tretë. Mos është ndoshta ilaçi që ka lënë pasoja dhe nga një sëmundje, nga ilaç në përdorim të gjatë është shkaktuar sëmundje dytë dhe ai merr ilaçin e dytë. Pastaj merr ilaçin e tretë dhe kështu futet në një qerfull të jashtëzakonshëm. Pyetja më e rëndësishme, unë mendoj, mbetet pa përgjigje. Pse trupi hariti në atë gjendje? Kur do merremi me shkakun? Mjekësia moderne harrojni se ka për ta shkelur të rregull që e ka si rregull, e ka si finish të kuq. E dyta, raporti sot mjek-pacient në shumë raste është më i pasigurt se kurrë. Është më pak transparent, është më pak i ndershëm dhe i sigurt. Kemi gabime të mëdha mjekësore kudo, që sa vjen dhe shtohen. Kemi analiza dhe trajtime shumë të shtrenjta për popullatën. Kemi ndërhyrje të panevojshme. Shpesh pacientit nuk i shpjegohet qartë cilat janë shkaqet e sëmundjes. Nuk i thohen efektet anësorës të ilaçeve. Nuk i thohet çfarë mbart mbrapa një ndërhyrje që ai bën. Për shumë pacient është kjo perdja e bardhë dhe mbrapa perdes bardhë. E vërteta është që kemi interesa ekonomik, pagesa në dorë, mungesë të përgjegjshmërisë dhe një sistem i gjithi ka vendosur në qendër paran dhe pastaj pacientin. Pra, troç, mjekësia është kthyer në një industri ku si duket shëndeti nuk është më parësor. Le të kuptojmë diçka. Ku mbështetet mjekësia moderne? Mbështetet tek serumet, te vaksinat, te antibiotikët, te kirurgjia, kimioterapia, medikamentet. Këto janë mjete të rëndësishme për të shpëtuar jetën. Por a është gjithë koncepti që ne mendojmë për mjekësinë? A nuk duhet të shtrojmë pyetjen pse u sëmur ky njeri?
A mos duhet të shikojmë që mjeku nuk duhet të jetë thjesht një fikës alarmi dhe fikës zjarri. Mjeku duhet kuptoj që përsëri ra ky alarm, se përsëri do përsëritet, përsëri ra ky zjarr, se përsëri do përsëritet. Thënë kjo, zoti Joka, ku është zgjidhja? Nëse ilaçet janë problemi, ku është zgjidhja? Në natyrë, natyra është rregullatori i çdo gjëje? Patjetër, trupi ka aftësi të jashtëzakonshme, mjafton ta njohim të vetëshërimit. Por gjithë konceptet e ndalimit të vetëshërimit, sot në mendjen tonë është betonizuar diçka. E para Afrika dhe e dyta industritë farmaceutike, të cilat komandojnë gjithë shoqërinë tonë dhe patjetër dhe mjekësinë, kanë ngritur hipotezat kryesore të cilat ne na kanë bindur dhe të ndjekim atë rrugë dhe të eliminojmë rrugën kryesore të shërimit natyror. Që do të thotë, ne shërimin nuk po e shikojmë më tek vetja. Ne nuk e shikojmë brenda vetes asnjëherë. Ne gjithmonë kur kemi një problem e shikojmë jashtë vetes dhe kërkojmë ndihmë vetëm jashtë, tek Altini, tek Albeni, tek mjekësia, tek kushdo tjetër. Dhe asnjëherë nuk e shikojmë. Pa e bërë trupin aleat, ne jemi kthyer kundra trupit tonë. Dhe është pikërisht industria farmaceutike e cila është baza që ka shkaktuar të gjithë të kolaps që ndodhemi në sot. A mundën që ushqimet zëvendësojnë ilaçet? Pra mënyra se si ne ushqemi përcakton shumë shëndetin tonë? Ushqimi në shumë raste saktuar duhet të kuptojmë vetëm një gjë. Parimi themelor është kjo, që ne duhet ta kuptojmë. Nga këndvështrimi fiziologjik, ushqimi është forma e vetme dhe e përditshme themelore e mjekimit. Është klasa e vetme fiziologjike e kurimit. Çdo qelizë e trupit tonë ndërtohet, ushqehet dhe funksionon përmes substancave kimike natyrore që ne marrim nga ushqimi. Ushqimi nuk është vetëm kalori, ushqimi nuk është vetëm proteina. Ai është energji, është material ndërtues, është sinjal biologjik që komunikon me hormonet, me zorën, me imunitetin, me trurin, me metabolizmin. Është një ilaç, mund të themi ilaçi më i mirë, sepse një ilaç mund të ndikojë në një proces të caktuar për një moment të caktuar. Ndërsa ushqimi ndikon në të gjithë sistemet e trupit. Proteinat në aminoacide, të cilat përdoren për muskujt, enzimat, hormonet, antitrupat, yndyrnat shërbejnë për membranën qelizore, për trurin dhe për prodhimin e hormoneve. Karbohidratet furnizojnë qelizat tona me glukozë, e cila përdoret për prodhimin e energjisë. Vitaminat dhe mineralet veprojnë si bashkëfaktor me njëra tjetrën duke realizuar qindra reaksione kimike në trupin tonë. Dhe sistemi i tretës e kthen të gjithë në lëndë ushqyese për pjesët tjetër të trupit. Një ilaç mund të ulë sheqerin, mund të ulë tensionin, duhet një ilaç tjetër për dhimbjen. Ndërsa ushqimi i dur mund të ndikojë njëkohësisht edhe te pesha, edhe te insulina, edhe te mikrobioma, edhe te yndyra në gjak, edhe te inflamacioni, edhe te presioni i gjakut, edhe te funksioni i mëlçisë, edhe tek gjumi, por edhe tek energjia, tek lëkura jote, te forca jote. Kjo është arsyeja pse në shumicën e raste ndryshimi i konceptit të ushqyerit ka efekt terapeutik të jashtëzakonshëm.